أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Falenderojmë dhe madhrojmë së çdo Allahun e lartësuar, shojmë selavate për pejgamberin tonë të bekuar, për familjen e tij, shokët e tij dhe lutni për gjithë besimtarët e besimtarët, gjallës së të vdekun dhe për ata që do të vinë pas neve deri në ditën e Kiametit. Në takimin e fundit folëm pak për Taubën. Edhe thamë që kapitulli 2 që imami na ka sjellë në libër, Imam Neveviu, është kapitulli i Taubës. Për me na tregu që njerëzit e devotshëm, që shokamin edhe libri, nuk ka mundësi për të arritur tek devotshmëria ose tek xheneti vetëm se ka dera e pendimit. Vetëm se ka dera e Taubës. Edhe thamë që Taubeja është ajo që bën dallimin mes njeriu të mirë edhe atij të ligë. Edhe thamë që xheneti dhe xhehenami, të dytë janë kriju për gjunahçar. Të dytë janë kriju për mëkatar. Mirë po xheneti është kriju për ata mëkatar që pendohen, ndërsa xhehenami është i krijuar për ata mëkatar që nuk pendohen edhe qëndrojnë në mëkatet e tyre. Tash imami na i sjell një dy hadithe para një hadithi tjetër të gjatë që ka të bëjë me historinë e tre sahabëve të cilëve pejgamberi alayhis salam nuk po i flet. Para se me kalu tek ngjarja, imami na sjell një hadith që është shumë i dashur për muslimanët. Madje ka pe dietarëve që e kanë quajtur hadithi më shpresdhënës. Ajeti më shpresdhënës është ajeti në surën Zumar ku Allahu thot: "Thuaj robëve të mi, atyre që e kanë ngarku veten me gjunahe, mos e humni shpresën në rahmetin e Zotit. Inna Allahe yaghfiru dhunuba jamia." Allahu i fal krejt gjunahet. Ky është ajeti më shpresdhënës në Kur'an. Mirë po edhe kemi hadithin më shpresdhënës që pejgamberi alayhis salam na ka thonë e që për sahabët ka qenë hadithi më i dashtëm. Transmeton Safwan ibn Asal. Thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte qenë një naj me shokët e tij, edhe hyn janë pe njerëzve që kanë qenë pe kodrave, beduin, njerëz që ka ardhur pe larg. Edhe hala pa hin mirë në mexhelis, pe derës së xhamisë janë nisë të thirr: "Ja Muhammed." O Muhammed. Kjo shprehje në start na e me kuptu që që po thirr nuk është sahabi që ka nejt me pejgamberin alayhis salam çdo herë. Kë në start na tregon që thirrësi ose që njëri që po shkon tek pejgamberi alayhis salam nuk është pe atyne që e kanë shoqëruar pejgamberin alayhis salam në Medinë, po është njëri beduin. Edhe thirr ja Muhammed. Pejgamberi alayhis salam na janë me shokët e tij i përgjigjet çashtu qysh është edhe pyetja. Çashtu qysh është edhe thirrja. Thot ha në të njëjtën intonacion. Thot çe kum ki. Ha thot ja ku jam, thot çe. Mu po mlyp, thot ja ku jam. Ky e ka një pyetje mjaft interesante. Thot ja Rasulullah, al mar'u yuhibbu al qawma wa lam yalhaq bihim. O i dërguari i Allahut, njeri i don disa të tjerë, po nuk po mundet me arrit me punë. Njeri po i don njerëz, po i don një popull, po i don disa njerëz, po s'un po i arrit me punë. Çto e ka dertin ky? Thot, çka është halli i tij? Pejgamberi alayhis salam thot: "Al mar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyamah." Njeriu ka me kanë me ata që e ka dashur ditën e Kiametit. Pra ky thot ja Rasulullah, unë jam njeri i malëv, nuk kam mojën e me punu sa punoni ju. Mirë po ju du me zemër. Thot, çysh ka me kanë halli jam ditën e Kiametit? Pejgamberi alayhis salam thot, ti ke me kanë me çata që e ke dashur. Thot Enes ibn Maliku, pasha Allah. Ky është hadithi që është më i dashur për zemrën time. Edhe vazhdon edhe thot, unë e du pejgamberin alayhis salam, e du Ebu Bekrin edhe Omerin, ani pse nuk punoj si ta. Ka thonë Enes ibn Maliku, ani pse nuk punoj si ta, shpresoj se Allah nuk ka më nda për tyre në ditën e Kiametit. Dhe subhanallah, kjo sikur pejgamberi alayhis salam nuk po ja mbyll derën vetëm për sahabë, po e lën derën e hapur deri në ditë Kiametit.
thot pejgamberi sa në hadith sakt që transmeton Muslimi, në hadith tjetër, thot min ashaddu ummati li hubban nasun yakununa ba'di. Thot kanë me qenë thot disa njerëz në umetin tem, do të vinë pas meje. Thot më dojnë atë shumë sa që kishin me pranu me ba kurban familjen edhe mallin e tyre vetëm me mpa një herë. Thot atë shumë thot më dojnë thot prej umetit tem, sa që pejgamberi sa thot kishin me pranu që me sakrifiku me ba kurban pasurinë edhe familjen e tyre, ulau ra'ani, veç një herë të më kishin pa mu. Kjo është rahmeti dhe mëshira e Allahut që Allahu të dashurit me zemër nuk i ndan ditën e kiametit, ani pse veprat mund të ndryshojnë. Këta imami na përmend sikur se po na thot, o jo që ja keni mësy rrugës së të devotshme. Kur të bëni gjuna, mos u demoralizoni me një herë. A dën me zemër Allahun po? A dën me zemër pejgamberin e sa po? Myshde, që ku e ki hadithin që Allahu nuk ka me nda mes teje edhe mes atyre që i da. Kjo është madhështore, edhe këta e synon imami duke na përmend hadithin. Hadithi 20 është një ngjarje që imami na përmend se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka marrë shembull sahabëve se si nuk bën me u demoralizu edhe se si nuk bën me heq dorë prej pendimit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan." Thot ka qenë përpara juve, thot pejgamberi sa një njeri i ka mbyt 99 persona. I ka mbyt 99 veta. Thot mas kësaj po i vjen mend e këtij pse mos më u pendu. Ka ardhur koha me ju kthy Zotit, edhe thot shkon te një rahbani, shkon te një prift ose shkon te një rahib i devotshëm, edhe shkon ai thot i ku mbyt 99 persona. Ama fal Allahu mu. Atëherë ai nuk qëllon mjaftueshëm i dishëm për me dhënë përgjigje të saktë. Edhe i thot ty Allah nuk ta fal asnjëherë. I ke mbyt 99 njerëz. Atëherë ai e mbyt edhe ata edhe i bën 100 njerëz që i ka mbyt me dorën e vet. Masanej prap shpirti nuk e lën rahat. Kur don Allahu hajrin e njeriu, ja shkon ja shtin në mendjen e tij pendimin, ja kujton teuben. Edhe mas një kohë ku apet të lyp pendim. Derisa shkon tek një njeri devotshëm i thot, unë i ku mbyt 100 persona, ama fal Allahu mu. Atëra i thot, ta fal, mirë po është një farë kushti kogja i zërshëm. A mu në mban? Po çfarë kushti? Thot kushti është që mu largu për ati vendi edhe me shku me një vend tjetër. Për shkak që ti ki problem me rrethin, ti ki problem me shoqnin. Nuk është kusht sikur se kena përmend atje te kushtet e pendimit, ti më u pendu, mirë po nuk e hik dorë hala për gjunat, s'ke ndërmarr kur farmase për mu largu për ti. Kusht për me ta fal Allah është me lëshu vembanimin. Edhe ky vendos, edhe vepron qysh i thot njeriu i devotshëm. Thot pejgamberi alayhis salam, rrugës për në atë qytet ku e ka pat menën me shku, thot i vije vdekja edhe vdes. Mirë po në marrjen e shpirtit ti, thot vinë dy lloj melek. Vinë melekt e rahmetit, vinë melekt e mëshirës, edhe vinë melekt e dënimit. Edhe ata fillojnë edhe ka një debat se cili po e merr shpirtin e tij. Ata që dëshin me marr melekt e rahmetit thëshin ky u pendu, edhe do të me marr na, ndërsa melekt e dënimit thëshin ky i ka mbyt 100 veta, ky do të marr me neve. Thot pejgamberi sa ndërsa ata melek e zgjedhin një melek për gjykatës. Edhe i thonë gjykat të dim qysh me vepru, meleku i thot mateni distancën mes ti edhe mes qyteteve. Edhe tani vendosim. Thot pejgamberi alayhis salam, kur e ka marrë distancën mes qytetit që e ka lanë, edhe mes qytetit që ja ka mësy, ka qenë shumë pak, ka pa dallim, ka qenë ma afër qytetit të mirëve. Edhe thot e marrin melekët e rahmetit. Subhanallah, kjo na tregon që njeriu, edhe nëse është kriminal, derën e tëubës e ka hapun, nuk mund ja mbyll atij kërkosh derën e pendimit. Edhe Allahu e fal nëse pendohet me një pendim të sinqert. Pe këshillave ose pe porosive që mund na marr pe këtij hadithi,
është a peshe sa pesh ka konsulta me një njeri të dijes edhe me një njeri të devotshëm. Ky fillimisht u shku konsultu me një, por nuk u ka një duhuri. Edhe ai, jo që si ka bërë zgjidhje, po veç që ka shti këta me ballën e gjuna, me i rrafshu 100 veta që po i mbyt. Kështu që njeriu do të me pat parasysh, me pat në rrethin e tij dikon që konsultohet çështjet fetare, dikon që është i besueshëm, dikon që është i devotshëm. Pejgamberi alayhis salam për rasteve të rralla kur pejgamberi sa ka mallku, është pikërisht rasti kur njerëz kanë folë në fenë e Allahut pa dije. Ka qenë një anën për lutrave një sahabi, ka qenë i plagosur në kokë. Edhe të nesërmën kur po zgjohet i papastër xhenop, edhe i thot shokëve ti, a më lejohet mu me marr tejmum, se kam plagën në kokë. A bën me marr tejmumën e mos me marr gusl? Atëherë shokët e tij i thonë jo, uji është, ti ke mundësi me marr gusl, pse thotë me marr tejmum? Edhe ai fillon e merr gusl, edhe në momentin kur e kthen ujin në kokë, i shkaktohet gjakderdhje. Derisa i rëndohet gjendja, edhe ky sahabi u vdes. Kur i arrin lajmi pejgamberit alayhis salam, ai e lëviz kokën e tij dhe thot: "Qataluhu qatalahumullah." E pas kanë vra e i vraft Allahu. Thot po pse nuk pyesin kur nuk din? Thot ati i kish mjaftu vetëm tejmumi. Pra pejgamberi sa mi ka mallku pse se shkaku i fetvasë së tyre, i dijes së pak të tyre, e kanë marrë në qafë njerën edhe ja kanë shkaktuar vdekjen e një sahabiu. Sot fatkeqësisht jemi sprovuar me disa njerëz që ndoshta tajvidin e Kuranit nuk e dinë. Elifin, shkronjat nuk i dinë, edhe folin për çështje madhore të dinit. Hadithi 21 është hadithi i radhës, i cili është hadithi për haditheve më të gjata që imami na përmend në librin e tij. Hadithi ka të bëjë me Ka'b ibn Malik. Ky Ka'b ibn Malik ka qenë një anë për sahabive për djemve të rinë kohën e pejgamberit alayhis salam. Edhe ky Ka'b e ka një ngjarje mjaft interesante në luftën e Tebukut. Lufta e Tebukut është prej luftave ose llogaritet lufta e fundit e pejgamberit alayhis salam, e që njëkohësisht edhe llogaritet lufta më e rënda e muslimanëve. Në këtë luftë, pejgamberi alayhis salam i ka marrë ushtrinë muslimane edhe ja ka mësy romakëve. Për herë të parë, muslimanët po dalin luftë, jo me fisë më, jo me vende arabe, po ja mësyn perandorisë romake. Edhe muslimanët që në fillim e kanë di një lloj frike se kjo është luftë e madhe. Jemi të ja mësy perandorisë romake, që sundon që sa mira vjet, që sa shekuj. Mirë po pejgamberi alayhis salam me gjithë ata që Allahu ja ka dhënë vullnetin edhe fuqinë, pejgamberi alayhis salam pa ju trem syri i përgatit një ushtri për 30.000 veta. Edhe nisët drejt Tebukut. Tash Ka'b ibn Maliku mas mire shpjegon këtë ngjarje me llafet e tij edhe tregon në imsina, e që na aty ku e shohim të arsyeshme kemi me kalu, e ku e shohim të arsyeshme kemi mundal. Thot Ka'b ibn Malik, asnjëherë nuk kam mbetur pa ndjekur të dërguarin e Allahut në çdo betejë, përveç betejës së Tebukut. Thot, ju më shku me pejgamberin sa më tona luftat. Mirë po në Tebuk nuk kam shku, nuk kam dalë. Thot, nuk kam dalë në luftën e Bedrit, mirë po lufta e Bedrit ma shumë u kanë luftë e çastit. Ata ju ndalë me zonë karvani, nuk ju ndalë të përgatitur për luftë. Thot, kë në luftën e Tebukut, thot, kur s'kam qenë ma i fort se sa në luftën e Tebukut. Dhe më thonë, s'kum pat arsye për me mungu. Thot, asnjëherë një tem nuk i kum pat dy deve me përjashtim në atë kohë. Mjetën e transportit, thot, e kum pat. Thot, edhe kam qenë, thot, i ri, edhe kam qenë, thot, i fuqishëm. Zakonisht, thot Ka'bi, pejgamberi alayhis salam, kur është përgatit për luftë, kur nuk i ka tregu muslimanëve sakt se ku ja ka mësy. E ka mbajt të fshehur. As nuk i ka tregu se kur po nisën, as nuk i ka tregu se ku po shkojnë. E ka mbajt të mshefur planin e luftës. Thot, ama në luftën e Tebukut nuk ka ndodhur kështu. Luftën e Tebukut, thot, ka tregu me emër se po ja mësyna perandorisë romake.
Edhe thot ka qenë në kohën kur ka qenë temperaturat më të larta, ka qenë vera, ka qenë korriku. Edhe thot pejgamberi alajhissalam po na tregon thot që na mu përgatit mirë edhe me mësy luftës. Thot çdo kush thot Kabe kish fillu me u përgatit. Thot unë thësha hajt se ka ku. Pritëm edhe pak. Thot gjersa a dit kur unë ushtria thash hajt se një ditë a dy pushoj, edhe mas një ditë a dy i zateti rrugës edhe bashkona me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot kështu thot vazhdoi puna jam, gjersa e pash ju mbet mbrapa. Kur dola thot në Medinë, nuk e paisha kërkon tjetër, vetë se na një të smur, na një të lirum për luftës, ose do një munafik. Thot kur e pash vetën në atë mes, edhe pash vetën i rrethum për të dobëve, e pash vetën i rrethum për grave, e pash vetën të rrethuar për munafika, thot atëherë ka rënë mend çka kum bë. Atëherë thot e kum kuptu thot se çka ka ndodhur me mua. Thot pejgamberi alayhis salam nuk më ka përmend mua derisa kanë shkuar në Tebuk. Kur kanë shkuar në Tebuk, thot pejgamberi sa më kish pas lyp mua me sy. Edhe thot ma fa'ala Ka'bun. Thot a dini bre çka ka bë Ka'bi? Thot njëri prej pranishve thot ja Rasulullah, Ka'bin e ka mashtru ari dhe argjendi. Edhe umetu një paret. Edhe thot e kanë mashtru gjytbet e tij që po i ndron, pra ka mashtru pasuria. Gjersa pejgamberi alajhissalam thot kish hesht. Thot atë ka qellu njëri prej sahabive Muadh ibn Xhabeli e i thot jo ja Rasulullah. Thot po sigurisht ka pas në arsye edhe nuk ka mujt me na u bashkangjit. Thot kur ka arrit ky lajm që pejgamberi sa më ka pyet për mua, thot mua veç më ka shtu mërzia edhe më shumë. Më ka shtu edhe mërzia pse pejgamberi sa më Tebuk, pak para se më nis lufta, i ka rënë mend për mua e unë nuk kam qellu së bashku me të sallallahu alaihi wasallam. Lufta në Tebuk fatmirësisht nuk ndodh për shkak që romakt ikin. Kur e shohin numrin e madh të muslimanëve, 30.000 musliman, ikin edhe pejgamberi alajhissalam kthehet me fitore hiç pa dalë në luftë. Edhe shihni subhanallahu sikur u ka një lloj testimi për musliman. Edhe pejgamberi alajhissalam kthehet në Medinë. Thot Kabi kur e mora vesh që pejgamberi alajhissalam po kthehet në Medinë, thoshte mu veç vike tu më ngushtu krahrori. Edhe e pata përgatit thot një fjalim të mirë se çka më i thon pejgamberit alajhissalam kur vjen në Medinë. Madje thot për këta thot ju këshillu edhe me njerëz. E i kumare i kum thon kallzom çka më i thon. E i kumar thot antar të fisit tem, edhe u mënesha me gjet arsye që kur vjen pejgamberi alajhissalam thot me di çka më i thon atij. Thot ata që nuk kemi dalë në luftën e Tebukut, thot kemi qenë 80 veta. 80 persona që nuk kemi dalë në Tebuk duke mos pat arsye. Sa ata tjerë që kanë mbetë, ata gjithë secili ka pat arsyet e tij. Thot erdhi pejgamberi sa si zakonisht hini në xhami, që ka qenë traditë e pejgamberit alajhissalam. Thot filloi me i fal 2 recate, e mu thot filloi me më lëviz zemra prej stresit se pejgamberi sa po i kryen këto 2 recate edhe ku me fol me ta. Thot kur dha selam edhe u kthy ka xhamati, thot më ka shikuar në sy edhe më ka thënë eja. Hajde këtu. Thot u ngrita, eca thot edhe ula përpara gjojve të tij sallallahu alaihi wasallam. Thot kur më ka pyet edhe më ka thënë për çka mungove në luftë, për çka serdhe, thot krejt ajo që kisha përgatit me fol, më hupi. Krejt ai plani që kum pat të gatshëm për me i fol, fjalimin që kisha përgatit arsyet, thot më hupën. Edhe thot i thash ja Rasulullah, pasha Allahun, me kënkan dikush tjetër në vend teje qëtë. Jo me kanun e përpara teje, po me kanun përpara dikuj tjetër. Thot pasha Allahun i kisha pështu prej zemrimit të tij çaq mirë di me fol. Thot ja Rasulullah, jam aq orator, jam përgatit, sa që me kënkan dikush tjetër në vend teje, që do të më arsyetu atij e jo ty, kur sish ba nervoz me mu, çaq mirë jam përgatit me fol. Thot pasha Allahun,
thot ty nuk o me ta thonë vetë se të vërtetën. Se e di që nëse nuk ta thëmë të vërtetën, Allahu ka me të shurty ty për mu, edhe masën e ti ke mu mërzit. Dhe pasha Allahun, ja Rasul Allah, ju më habit. Kum gabu, si më danë luft. Dhe për kur gjë tjetër, nuk është që nuk më dalë me ty. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se i kish pas dëgjuar edhe ata 80 vetat e tjerë, kur ndëgjën Kabin, thët që kë e tha të vërtetën. Sa i përket këtij tha, ky e tha të vërtetën. Edhe thot pejgamberi alayhis salam, thot ngritu edhe shkon në shtëpi derisa Allahu ta gjykon çështjen tonë. Subhanallahu, thot Kabi, unë nalsha dhe u kujtojsha pak. Po me kënë gënjy edhe në qysh kanë gënjy ata 80 tjerët. Ata aty në sen nuk i tha, as nuk i qërtoj, as nuk i tha prit dhe i gjykon Allahu. Thot unë e thash të vërtetën, mu ma boni ti shkon në shtëpi edhe pritë vendimin e Allahut. Thot kur dola në shtëpi, thot ma akoma më të madhe, ma problematike, ma bëjshin fisi jam edhe familje jam. Duke thonë, po pse nuk u arsyetojshe, po pse nuk e the këta, pse nuk e the këta, derisa krejtve thaja thesha të njëjtën fjalë, pasha Allahun e ku vendos vetëm të vërtetën. Thot, kur shkova në shtëpi, po i pyes familjarët e mi, a ka edhe dikush besion çështë që e ka thonë të vërtetën ajo veçune, pe ishtin e 80-ve. I thonë, jo, nuk je veç ti, janë edhe 2 veta tjerë. Thot është Muara ibn Rabi' edhe Hilal ibn Umayya. Edhe këta 2 e kanë thonë që ja Rasulullah nuk jemi dalë me ty luftë, veç që kemi gabu. Bile këta 2 kanë qenë pjesëmarrës në Bedër, sahabit vjetër. Këta kanë qenë sahabit vjetër që pejgamberi sa me kanë shoqëruar qysh prej kohës së hijretit sallallahu alaihi wasallam. Thot Kabi, pejgamberi ai sa tamë një dalën në xhami, i ka thonë muslimanëve në xhami, krejt ju që ka jeni prezent, të regoni edhe tjerve, e keni haram me i folë këty në 3 veta. Bojkot total. E keni të ndalume me folë me Kaabin edhe me 2 shokët e tij. Thot Kaabi, thot dilsha në xhami. Edhe i dhajsha selam njerëzve, asnjë nuk ma kthejke selam. Asnjë thot nuk ma kthejke selamin. Thot ata 2 shokët e tjerë, ata 2 tjerë që kanë qenë pjesëmarrës në Bedër, thot fillun edhe mos me dal pe xhamis hiç. Edhe veç rreshin duke qajt. Thot po unë thot kam qenë djalë pak më i ri, s'ku menu thot fort gat. Edhe thot jo në dilsha në xhami, edhe i dhajsha selam sahabëve, thot asnjëri prej tyre nuk ma kthejke selam. Thot momenti më i ran për mua thot u kanë kur i kom dhënë selam pejgamberit alayhis salam, e ja këshirsha buzët e tij, api lëviz buzët e tij, apo ma kthen selamin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot falesha afër tij, edhe shikojsha me bishtin e syrit. Ato më këshyra i mu. Thot ka njëherë kur u takojshin sytë tonë, e vrejsha që dhaj për më këshyrë mu, edhe unë ata, thot i pari pejgamberi sa me largoj ke shikimin e tij prej meje. Thot kjo sjellje e ashpër e njerëzve, thot ja nisi më rëndu kogja shumë. U bënën 10 ditë, u bënën 20 ditë, u bënë 1 muaj, edhe kërkush nuk po na flet. Madje pejgamberi alayhis salam ka thënë, edhe gratë këtyre 3-ve le të kthehen në shtëpitë e tyre. Thotë edhe më shujë kom thënë gruasë me shkon në shtëpi, edhe pritë vendimin e Allahut çka po gjykon për mua. Thotë Kabi, thotë gjendja filloi më rëndu atë shumë, sa që hyra një natë, edhe e kalova murin, edhe hyra në shtëpinë e djalit të axhës tem. Edhe thotë i thash, o Ebu Katade, pash Allahun. Falem bre, këthama selamin. Thot, veç më shikoj kënë sy, edhe nuk më falë. Subhanallah, që ta janë sahab, që kjo brezi ma i mirë që ka thonë pejgamberi e samë, khajrul kuruni, karni, ma mira gjenerata jeme. I ka thonë pejgamberi e samë, mos i falni, edhe kur u kanë veç me të në shpesi ka falë. Thot, veç e ka lëviz kokën, dhe më ka thonë që së flasë. Thot, edhe ju më këthy në shpe, thot duke qajt. Thot, një dit, thot, masi që filloj u ba muji, edhe sahab nuk po më flasin, thot, u merë një letër. U merë një shkrim, thot, pe i mbretit të një fisi,
prej Shamit, edhe thot e marr letrën edhe i shkon mbreti Ghassanit. Ghassani ka qenë vend edhe ka qenë fise të krishterë. Thot u merr një letër për mbretit të atij fisi. Edhe thot në të shkruaj. Ka marrë vesh se miku yt të ka braktis, edhe është duke u sjellë vrasë me ty. Po i thot Kabit, ky mbreti i fisit të krishterë për Ghassanit, e ku marrë vesh që do së të kalon, edhe po sjellet vrasë me ty. Thot megjithatë, Zoti ty s'ka me të lanë me nejt me një vend ku një është i poshtruar. Hajde këtë tonë. Braktisë Medinën edhe hajde të na jemi mirë pritun. Subhanallah, çfarë fitnë e rand. Thot pasha Allahun e ku marr letrën edhe ku më shiku mirë, edhe ku më thonë kjo është sprovë. Kjo është sprovë. Po të sprovoj ka Allahu ka njëherë edhe me shiku se sa i ki imanin. Thot kjo është sprovë. E thot e ku marr letrën edhe me të e ku më dhej zjamin. Kom thonë ja, nuk bjen Kabi në këtë sprovë me braktis pejgamberin alayhis salam e me shku me vendos kryqin në qafë. E thot e ku më dhej zjamin me letrën e tij. Thot vazhdoi thot edhe kalonën 40 net derisa thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam filloi thot edhe pyeste për mua se çka duke bë Kabi, se nuk e ka pa në xhami. Derisa bëhet nata e 50. 50 net pejgamberi alayhis salam nuk po i flet në treve. Gjersa thot isha thot në namazin e sabahut, thot në qati të shtëpis. Mundi me i parandu shtëpia të asaj kohe, edhe ka dalë me fal namazin në qati. Thot gjersa isha ulur në atë gjendje, edhe isha në mërzi. Edhe thot fiks sikur se ka thonë Allah, se Allah këta tre i përshku në surën Taube. Thot wadaqat alejhimul ardu bima rahubat. Krejt toka për ta ka qenë ngushtë. Qashtë në siklet kanë qenë, thot krejt toka ka qenë ngushtë për ta. Thot e isha tukajt, edhe isha në vetmi, thot e nita një za. Duke ardhur prej larg, thot ma përpare e kum një zanin, se sa zhurmën e këmbëve të tij. Thot e nita zanin ja Kab, e Beshir. O Kab, myshde. Thot gëzov. Thot me njëherë e kum ditë se çka ka ndodhur. Thot me njëherë e kum ditë që Allahu ma pas ka pranu pendimin. Edhe thot në atë gjendje, thot me njëherë kam rënë sejdë, edhe e kum falendru Allahun për pranimin e pendimit. Thot në këtë kohë thot e ku marrë thot se s'kisha thot tjetër pasuni, thot në shtëpi përveç aty në 2 gjytbe. Thot edhe i ku marrë 2-jat ja ku më dhanë hedije atij që ma ka dhanë myshtën. Edhe thot e ku marrë dhe ju mvesh me ato që ku më gjetë, thot edhe ja ku më sy xhamis së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot me kën ju më hinë xhami, unë falke për dorë dhe thëjke të urojmë që Allah ta ka pranu të uben. Thot këtë hyra në xhami, thot e pash pejgamberin alayhis salam në xhilis. Ullër me shokët e tij, thot as njani nuk lëvizke. Sytë i kishin drejt meje. Thot u qu Talha ibn Ubejdillah. Edhe për para krejtëve. Edhe ma ka dhanë thot dorën dhe ma ka shtrëngu dorën fort. Edhe më ka thonë myshde se Allahut ka falë. Thot ku me vdek e ku morin gjallë, e këta s'ku me haru Talhas. Se ka qenë i pari që më ka pranun me gjdisin e pejgamberit alayhis salam. Pra ka njerë neve na duke një punë e vogël që më nëshme akry një vllaut musliman. Ka njerë një selam, një përshëndetje, një laf i mirë, a më ka thonë kësë ku me haru deri ditën kur të takoj për para Allahut. Thot, kur e përshëndeta pejgamberin alayhis salam, çehrën e tij e kum pa gëzimin që e ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe më ka thonë, o Kab, dita sodit është dita ma mirë për ty prej kur të kalin nana. Që kjo ditë që Allahut i të fali, ta është dita ma mirë, thot prej kur të kalin nana. Pasha Allahun prej gëzimit thot fytyra ti ishte shëndru sikur të ishte një copë hëne. Për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot unë prej gëzimit thashoj dërguari Allahut. Krejt pasurin teme, po edhe sadak për rrugë të Allahut.
Pejgamberi sa më nis me buzëqeshje dhe thotë o Kab, maj diçka. Maj diçka sigurisht njeriu i gëzueshëm, fol shumë kollaj, premton kollaj, po sa mund e realizon. Thotë maj diçka, thotë se nuk dihet, thotë ki nevojë. Atëherë thotë pejgamberi, thotë Kabi, po e mbaj për vete hisën e Hajberit. Kur ka ndodhur lufta e Hajberit, thotë atë hise po e mbaj. Thotë edhe i thash, o i dërguari i Allahut, a të tregoj çka më ka shpëtu mu? Thotë sot mu më ka shpëtu sinqeriteti jam. Ju më kanë sinqert, çka jam ka shpëtu mu. Sot o i dërguari i Allahut, më ka shpëtu sinqeriteti jam. Edhe ka thonë, nuk njeh dikën tjetër për muslimanëve qysh i ka ndihmu Allahu për shkakun e sinqeritetit sikurse mu. Andaj thotë o i dërguari i Allahut, edhe një po ta them, ku më thon të vërtetën deri sot jam gjallë. Do ta them të vërtetën deri sa të jem gjallë. Thot atëherë Allahu ka zbrit sa ajete që thot më herë në surën Tauba, laqad taba Allahu ala an-nabiy. Allahu ja ka pranu pendimin pejgamberëve, edhe muhaxhirëve, edhe ensarëve, edhe atyre që kanë ndonë luftën e zërshme. Për shkak se luftat e Bukut u quajnë luftë e zërshme. A dit ka zbrit ajeti tjetër, wa ala thalathati alladhina khulifu. Allahu me pendimin e vet i përfshiu edhe çata tre që metën brapa. Allahu me rahmetin e vet i përfshiu edhe ata tre që nuk dolën me juve. Thot Kabi, kur ka zbrit kjo ajet, kjo ka qenë dita ma e mirë, thot, dita ma e mirë në jetën teme. Kjo është besimtari pendohet për çdo gjunahe që e ka bërë. S'ka rëndësi çfarë gjunahe është ai, do ta gjenë Allahun me duar të shtrime, sikur se kemi thënë në dersën e kaluar. Kjo është Allahu e pranon pendimin prej robit përderisa nuk i ka ardhur shpirti në gropën e fytyrës të tij. Edhe kjo tregon se sa gëzohet pejgamberi alayhis salam për pendimin e dikon prej sahabëve, e kena përmend sa gëzohet Allahu hala më shumë. Sikur se tha pejgamberi alayhis salam, Allahu gëzohet për pendimin e donjërit për juve, më shumë se sa ai që është i shtrim në shkretir e i ka ik devja me ushqim, edhe pak pa vdek, i vije devja te koka e tij, e ky e kap thot për litari, edhe thot o Allah, ti je robi jam, unë jam Zoti yt. Ja ndron vendin shkaku i gëzimit. Moni me paramndu gëzimin e pejgamberit alayhis salam në atë moment kur Allah ja ka pranuar pendimin Kabit, e moni me paramndu gëzimin e Allahut kur është pendu Kabi me dy shokët e tij. Kjo është rahmeti edhe kjo është mëshira e Allahut. Andaj elhamdulillah që jemi musliman, e kemi një Zot që na mirëpret kurdo që kthehemi tek ai, dhe kemi një Zot që na i fal gjunahet dhe na i shndron në punë të mira. I kemi edhe 2 ose 3 hadithe tjera që flasin për tauben, po ato kemi milan në takimin e ardhshëm, edhe me vazhdu pasaj me kapitullin e sabrit. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.